Blendi Fevziu arriti ta bëjë të nxehtë të njëjtën edhe pse nuk ishte një temë që thyen rrjeti në Shqipëri. Nuk trajtoi korrupsionin apo krimin, por një temë me përmbajtje të rëndësishme, siç ishte gjykimi i krerëve të UÇK-s në Hag, i cili zakonisht nuk gjeneron shumë klikime apo viralitet në rrjete. Mirpo papritur gjithçka u bë eksplozive pas një përplasje të fortë mes Berat Buzhales dhe Albatros Rexhait, njëri drejtues media në Prishtinë dhe opinionisti i vjetër në Shqipëri, tjetri i njohur deri para pak kohësh vetëm si shkrimtar, poet dhe eseist, e tani i shfaqur si opinionist i rëndësishëm politik. Përplasja e Beratit me Albatrosin, edhe pse kishte nota teatrale tipike për shoun e Fevziut, ku dihet se më shumë buj bën të thyesh pianon se sa të luash Mozartin, në fakt ishte një sinjal i një ndryshimi të rëndësishëm në lobet politike dhe mediatike mes Tiranës dhe Prishtinës. Mjafton të shikosh lëvizjet e Beton Haxhiut, një eminent zgrije e pushteteve në Tiranë dhe Prishtinë, për të kuptuar se si zhvillohen këto ngjarje. Një ditë para zgjedhjeve të 28 dhjetorit të vitit të kaluar në Kosovë, Beton Haxhiu u shfaq në studion e Pressing në T7, ku është rregullisht i ftuar dhe parashikoi fitoren e vetvendosjes. Ajo që ra në sy në qëndrimet e Batonit ishte mungesa e shqetësimit për këtë fakt. Madje ai shkoi edhe më tej duke deklaruar se lidershipi i opozitës në Kosovë nuk e ka narracionin adekuat për të fituar zgjedhjet. Batoni rezultoi sakt. Fjala i doli pasi Albin Kurti fitoi shumicën absolute si në zgjedhjet e vitit 2021, por duket se kjo performancë e Rasputinit të pushteteve në Tiranë e Prishtinë kishte një prapasken tjetër. Perdja e saj duket se u hap me aktorin e ri të skenës, Albatrosin, i cili zëvendçoi në rrethin katror Milaim Zekën, por jo vetëm. Ai shfaqet rregullisht në emisionet e mbrëmjes, nga Grida Dumat e Fevziu e të tjerë. Në të gjitha këto studio, Albatrosi mban një qëndrim të fortë pro qeverisë së Edi Ramës. Shkrimtari i njohur është një përkrahas i vjetër i vetvendosjes dhe i afërt me ministrin aktual të jashtëm të Kosovës, Gleu Konjofca, prej më pak se një muaj. Albatrosi është thuajse kudo, në të gjitha televizionet e Tiranës dhe në shumicën e atyre të Prishtinës. I ngjan një personazhi të filmave fantastiko-shkencore apo fumetit famshëm Flash Gordon, edhe sikur të lëviz me avion, duket sikur shfaqet në çdo studio. E gjitha kjo tregon për një ndryshim të marrëdhënieve mes dy kontrolluesve të pushtetit në Tiranë e Prishtinë, Edi Ramës dhe Albin Kurtit, të cilët po japin sinjale të forta afrimi, dhe këtu gjasat janë që Rasputinit jetë i njëjtë. Ndërkohë Albatrosi, i cili duhet thënë se është kthyer në yllin televiziv të janarit, ka hapur xhelozi, dhe inate të shumta. Një nga viktimat e këtyre lëvizjeve duket se është Berat Buzhala, i cili në zgjedhjet e shkurtit mori përsipër të bëjë influenceri i Lumir Abdigjikut, ndërsa LDK dështoi rënd. Në zgjedhjet e dhjetorit mbrojti Bedri Hamzën, i cili gjithashtu humbi. Sipas të gjitha gjasave, incidenti i mbrëmshëm është thjesht frustrim nga lëvizja e fijeve të fundit nga Batoni, i cili duket se po afrohet edhe me Albinin, madje duke krijuar ura mediatike mes tij dhe Edi Ramës. Ja, kaq e thjeshtë.